Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si çdo të njëjtë do të jem këtu me ju për t'ju treguar një histori paranormale nga Reddit. Nëse jeni të apasionuar pas këtyre historive, ju rekomandoj që të bëni një subscribe dhe pa humbur kohë le të fillojmë me historinë e sotme. Në nëntor të vitit 2012, një hotel i vogël familjar në malet e veriut të Italisë u bë skena e një ngjarje që edhe sot askush nuk arrin ta shpjegojë plotësisht. Nuk është një legjendë urbane, as një histori e shpikur për të trembur turistët. Është një ngjarje e vërtetë, e dokumentuar nga pronarët dhe nga ata që ishin të pranishëm atë natë. Hoteli në total kishte 12 dhoma. Vendi frekuentohej zakonisht nga alpinistët dhe çiftet që kërkonin qetësinë. Mes atyre dhomave ishte një dhomë e cila jepeshte shumë rrallë, pikërisht dhoma 312. Jo për arsye besitnyje, kjo e thënë zyrtarisht, por personat që punonin në atë hotel e dinin që në atë dhomë kishte diçka jo normale. Historia fillon vite më përpara, pikërisht në vitin 2004, kur një burr rreth moshës 50 vjeç, i cili quheshte Marko, qëndroi në dhomën 312. Ky burr kishte ardhur vetëm, nuk kishte bagazhe të dukshme dhe në fakt kur arriti në hotel kërkoi pikërisht atë dhomë, pra dhomën 312. Ky person, siç ju thash, foli shumë pak me stafin dhe qëndroi brenda në dhomë për plot 2 ditë të plota. Mëngjesin e ditës tjetër, ai nuk u përgjigj thirrjeve të stafit, nuk u përgjigj thirrjes së shërbimit dhe në këtë pikë pronari i hotelit vendos që të hyjë brenda në dhomë. Dhe kur hyn brenda në dhomë, burri u gjet pa shenja jete, i shtrirë në shtrat, pa shenja dhune, nuk u gjet asnjë shpjegim i mundshëm. Në fakt, u përcaktua si një arrest kardiak, por që nga i moment e tutje filluan problemet. Mysafirët, të cilët qëndronin në dhomën 312, gjithmonë ankoheshin. Disa persona ankoheshin që dëgjonin zhurmë gjatë natës. Të tjerë thonin që dëgjonin hapa të ecnin në dysheme. Persona të tjerë thonin që ndjenin një prani të çuditshme, sikur dikush po i vëzhgonte. Por në fakt gjërat vetëm vinë dhe përkeqësohen. Një çift u larguan nga hoteli në mes të natës të trënditur. Ata deklaruan që telefoni i dhomës kishte rënë disa herë dhe në momenti kur kishin ngritur telefonin, nga ana tjetër ishte heshtje totale. Dhe jo nga ato heshtje që nuk fliste askush, por nga ana tjetër e telefonit dukeshte sikur dikush merrte frym ngadalë, por ky dikush dukeshe që ishte shumë pranë tyre. Pas këtij episodi, telefoni i dhomës 312 u kontrollua menjëherë, por nuk u gjet asnjë defekt. Dhe sa më shumë që vitet kalonin, dhoma u përdor gjithnjë e më pak. Nuk u mbyll kurrë zyrtarisht, por stafi shmangte ta jepte nëse nuk ishte absolutisht e nevojshme, deri atë natë. Ishte 17 nëntor i vitit 2012. Hoteli ishte plot për shkak të një eventi lokal. Atë mbrëmje mbërri një vajzë 28 vjeçare e cila quheshte Eliza, por nuk kishte bërë rezervim. Siç ju thash, hoteli ishte plot, nuk kishte dhoma të lira, përveç dhomës 312. Fillimisht, recepcionisti hezitoi që t'ja jepte, por më pas vendosi që t'ja jepte pa i thënë asgjë. Eliza ngjitet sipër në dhomë dhe më pas i çon një mesazh shoqes së saj dhe i thot pikërisht këtë fjalë. Është dhoma paksa e frikshme, por të paktën kam një shtrat. Në orën 23:47, recepcionisti merr një telefonat nga dhoma 312 dhe ishte pikërisht Eliza. Ajo thot që ndodhet dikush këtu, por recepcionisti nga ana tjetër i thot që është e pamundur sepse ajo dhomë ishte boshtë. Por Eliza vazhdon të këmbgul duke i thënë që jo, dikush ndodhet në banjo sepse dëgjoj zhurma që vijnë nga banjoja. Në këtë moment, recepcionisti ngjitet sipër në dhomën 13, kontrollon dhomën, por asgjë. Kontrollon banjon, por banjoja ishte bosh. Eliza në këtë pikë ishte e shqetësuar, por gjithsesi vendosi të qëndronte në atë dhomë. Dhe recepcionisti i ofroi që të ndronte dhomën pikërisht ditën tjetër. Në orën 1:13 Eliza bëri një tjetër telefonat, por këtë herë zëri i saj ishte më i ulët dhe më i ngadalë dhe tha pikërisht këtë fjalë: nuk ka dalë akoma. Nga ana tjetër, recepcionisti u përpoq që ta qetësonte Elizën, por në këtë pikë linja u ndërpre. Kur ai u përpoq të telefononte, nga ana tjetër nuk pati përgjigje. Dhe menjëherë, recepcionisti së bashku me pronarin e hotelit u ngjitën menjëherë për tek dhoma 312.
por kur arritin aty, dhoma ishte e kyçur nga brenda. Ata u detyruan që të përdorin çelësin e emergjencës dhe kur hapën portën, gjetën Elizën, e cila ishte ulur në shtrat, e palëvizur dhe syt i kishte të fiksuar nga banjoja, dukeshte sikur ishte në gjendje shoku. Dhe e vetmja frazë që përsëriste her pas here ishte pikërisht kjo: "Ishte këtu kur unë bërrita." Nuk ishte askën tjetër në dhomë, por ajo që gjejnë më pas ishte vërtet shqetësuese. Telefoni i dhomës rezultonte të kishte bërë një telefonat në orën 1:13, jo në recepcion. Numri i formuar ishte i brendshëm, por nuk ekzistonte. Ishte i lidhur me një linjë të çaktivizuar vite më përpara, pikërisht dhoma 312, e njëjta dhomë, sikur telefonata të kishte nisur dhe të kishte përfunduar në të njëjtin vend, sikur dikush apo diçka po përpiqej të komunikonte nga brenda. Pas këtij momenti, Eliza u largua menjëherë nga hoteli për mos u kthyer më kurrë aty. Ajo refuzoi që të jepte deklarata, përveç 2 fjalive. Ajo tha pikërisht këto fjalë: "Nuk ishte një hajdut, nuk ishte një person, nuk e di se çfarë ishte, por jam me sigurt që diçka ndodheshte aty." Dhe fiks pas disa muajsh, hoteli e mbylli përfundimisht atë dhomë, dhomën 312, dhe këtë herë zyrtarisht, por për rinovim. Por edhe sot ata që punojnë aty shmangin të kalojnë para asaj deri natën. Dhe ka një detaj që pronari nuk e ka bërë kurrë publik, por doli në pa vite më vonë. Regjistri i telefonatave të hotelit atë natë tregonte diçka të pamundur. Në orën 23:47 ishte bërë një telefonat nga Eliza drejt recepcionit. Në orën 1:13 ishte bërë një tjetër telefonat nga Eliza drejt recepcionit. Por atë natë kishte ndodhur dhe një telefonat e tretë, dhe kjo telefonat ishte bërë në orën 1:12, një minutë përpara se Eliza të telefononte recepcionin. Dhe kjo telefonat kishte ardhur nga dhoma 312 për dhomën 312. Dhe gjithë telefonata kishte zgjatur vetëm 13 sekonda. Dhe askush nuk e di se çfarë ka ndodhur në ato 13 sekonda. Dhe ndoshta është më mirë kështu.